Sulmohen emailët e disa prokurorëve të SPAK. Përmes një sqarimi për mediat, struktura e posaçme pranon sulmin, por thotë se hakerat kanë mundur të depërtojnë në sistemin e brendshëm dhe nuk ka rrjedhje të dosjeve hetimore. Sulmi ka ndodhur në datën 12 mars dhe është tentuar të hapet edhe posta elektronike e Altin Dumanit, por pa sukses. Reforma antikorrupsion do të zbatohet pas 11 majit. Kreu i Komisionit të Posaçëm Fatmir Xhafaj u shpreh se shtyrja u bë pikërisht për shkak të tensionit politik që i paraprin zgjedhjeve, ndërsa Edi Rama shfrytëzoi foltorin për të shprehur se ndërhyrjet bëhen për të afruar vendin edhe më shumë me Bashkimin Evropian. Presidenti Amerikan Donald Trump vendosi tarifa tregtare për mbar botën duke konsideruar këtë një ditë çlirimi për ekonominë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shqipëria është prekur me 10%, po ashtu edhe Kosova, ndërkohë ndaj Serbisë është vendosur një tarif prej 37% për të gjitha shkëmbimet tregtare. Reagime të forta nga liderët e Bashkimit Evropian paralajmërojnë kundër tarifa. Ndahet nga jeta Margarita Xhepa, një nga figurat më të shuara të teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Aktoria Margarita Xhepa ndroi jetë në moshën 91 vjeçare pasi vuante nga një sëmundje mushkërive. Në karrierën e saj numëron më shumë se 150 role në teatr dhe 32 në kinematografi. Do të jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Progni. Sulmohen emailët e disa prokurorëve të SPAK. Përmes një sqarimi për mediat, struktura e posaçme pranon sulmin, por thotë se hakerat kanë mundur të depërtojnë në sistemin e brendshëm dhe nuk ka rrjedhje të dosjeve hetimore. Sulmi ka ndodhur më 12 mars dhe është tentuar të hapet edhe posta elektronike e Altin Dumanit, por pa sukses. Sipas SPAK, janë arrestuar 2 persona për këtë çështje. Në pranga është vënë personin që kreu ndërhyrjen dhe bashkëpunëtori i tij, i cili dyshohet se ja ka shpërndarë këto edhe palëve të treta. Prokurori i çështjes, Bledar Maksuti, ka urdhëruar persona të cilët kanë pasur akses në këto informacione të mos i publikojnë ato, me qëllim ruajtjen e sekretit hetimor. Deri në këtë fazë të hetimit nuk ka asnjë të dënë që personat e arrestuar të kenë bashkëpunuar me personel të brendshëm të SPAK. Hetimet lidhur me këtë çështje vijojnë në kuadër të dyshimeve për ekzistencën e një grupi të strukturuar kriminal. Për Sali Berishën, tentativa për të vjedhur dosjet e SPAK është një luftë e klaneve brenda Partisë Socialiste. Sipas tij, kjo ngjarje po tentohet t'i faturohet Fatmir Xhafajt. Çfarë është kjo? Është kjo mundet dhe një luftë të brendshme brenda klaneve mafioze të Partisë Socialiste. Edhe këtë hakerimin duhen t'ja faturojnë Fatmir Xhafs. E kuptoj unë, aty ke hallin ti. Edhe Fatmirit po i vin rrotull dhe po e akuzojnë se gosipi është fjala, se ka hakeruar statuset e ato kompjuterat e skapit dhe për të më revoltua dhe mua edhe dosjen time. Ate i them Fatmirit, publikojeni sa ta gjeni, se ajo është publike. Tryeza e dytë e nivelit të lartë organizuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar kundër Korrupsionit u shfrytëzua për të shpalosur programin e shumicës për pas 11 majit, ku në fokus ka ndërhyrje në ligjet e reformës në drejtësi. Fatmir Xhafaj u shpreh se shtyrja në kohë u bë për shkak të tensionit politik që i paraprin zgjedhjeve, ndërsa Edi Rama shfrytëzoi foltoren për të shprehur se ndërhyrjet bëhen për të afruar vendin më shumë me Bashkimin Evropian. Porosia e Edi Ramës se pas 11 majit duhet të fillojë puna për ndryshimin e drejtësisë në emër të përmirësimit të standardeve nuk ishte harruar nga socialistët. Në tryezën e dytë të nivelit të lartë, të organizuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Antikorrupsionin, u tha qartë se pas zgjedhjeve parlamentare do të prezantohet plani për ndërhyrje në ligjet e reformës në drejtësi. Nuk mund të kuptohet sundimi i ligjit pa drejtësinë dhe institucionet e saj. Gjykuam të arsyeshme që prezantimin e draft dokumentit analitik dhe planin përkatës të veprimit për këtë fushë, që po hartohen nga grupi ekspertëve të nivelit lartë, dhe sidomos procesin e konsultimit rreth tyre ta zhvillojmë pas zgjedhjeve, duke shpresuar për një periudhë më të qetë të klimës politike dhe sociale në vend.
Të pranishëm në këtë aktivitet ishin edhe zyrtar nga Brukseli dhe Strasburgu, si zëvendës sekretari Kies apo drejtoresha për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian. Prezenca e tyre duket se bëri kryeministrin të mos ndjej braktisur nga partnerë ndërkombëtar në këtë iniciativë dhe një mesazh pati për të tjerët që vijojnë të refuzojnë këtë komision parlamentar. Dua t'i falenderoj të gjithë ata që na u gjendën, kur i thon shqip, në këtë ditë të ngatruar, ku gati sa nuk na vun me shpatulla për muri si një grup subversiv që u krijua për të vrarë fëmijën që pollën vetë. Kush nuk na besoj e ka të vështirë që t'jetë prezent sot, po do vi. Si për të dhënë garanci për këtë proces, u kujdesën nënvizonte se nuk bëhet në zyrat e qeverisë, por në parlament. Nuk mund të jetë kjo hapësirë në veprim një hapësirë që e krijon qeveria. Por në parlament është krejt ndryshe dhe u vërtetua nga koha që komisioni krijoi një momentum angazhimi gjithëpërfshirës shumë përtej mureve të institucioneve. Ky komision sipas Ramës do të afrojë edhe më shumë vendi në Bashkimin Evropian, shprehje e cila duket se ka krijuar inflacion në artikulimin e kreut të qeverisë. Muslimanët falen 5 herë, i falen Allahut 5 herë. Ne i falim BE-s më shumë se 5 herë në ditë. Komisioni i posaçëm antikorrupsion, drejtuar nga socialisti Fatmir Xhafaj, është refuzuar nga opozita, që nuk merr pjesë në të, ndërsa institucionet e drejtësisë në vend nuk kanë pranuar të dërgojnë përfaqësuesit e tyre. Vendet e Ballkanit Perëndimor po afrojnë gjithnjë më shumë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në një takim rajonal të mbajtur në Tiranë për dialogun social me vendet e Ballkanit Perëndimor, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, theksoi se Shqipëria po i shfrytëzon mundësitë e saj dhe Bashkimi Evropian e mbështet për objektivin ambicioz të mbylljes së negociatave për integrim deri në vitin 2027. Shqipëria është në miljet e fundit në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe qytetarët mund t'i japin një tjetër hovë këtij procesi. Para se të trokas në dyert e Unionit, Shqipëria duhet të jetë gati për një po në vend të një joje. Vendi fillimisht duhet të integrohet socioekonomikisht. Kjo është edhe dëshmi e perspektivës që ka e gjithë rajoni për të bërë pjesë e BE-s. Janë institucionet e Bashkimit Evropian që kanë një interes të posaçëm që ne të bëhemi pjesë e BE-s, por edhe të na përgatisin që të bëhemi pjesë e saj. Në veçanti kur bëhet fjalë për dialogun social dhe për tregun e punës, ne jemi më pranë BE-s se sa në fusha të tjera. Mundësitë e kushtëzuara nga sfidat në rrugën e vështirë të antarësimit në Union me objektiv ambicioz vitin 2030 pranohen edhe nga përfaqësuesit më të lartë Bashkimit Evropian, megjithse mbeten optimist. Veçoria e këtij procesi është se vendet tashmë po përfitojnë nga antarësimi në BE dhe përpara se të bëhen shtete anëtare me të drejta të plota. Me besim mund të them se Shqipëria është një nga ato vende që po i përdor këtë mundësi. Prandaj ka një plan ambicioz për të përfunduar negociatat e antarësimit deri në fund të vitit 2027. Me rrugën ende të gjatë para drejt antarësimit, theksi vjet veçanërisht tek individi si kapitali më i çmuar i një shoqërie. Ne po e bëjmë këtë me model partneriteti. Kjo është e qartë sepse plani i rritjes është partneriteti BE me Ballkanin Perëndimor dhe integriteti i këtyre tregjeve. Kjo do të sjellë mundësi për punonjësit, por edhe mundësi për atë që quhet zinxhiri i vlerës, që do të thotë rritja e njohurive të bizneseve dhe punonjësve. Nga ana tjetër ka disa programe të BE që po vijnë në zbatim në vendet tona. Në fjalën e tij, ambasadori i Bashkimit Evropian për Shqipërinë Silvio Gonzato theksoi se Unioni do të mbështesë politikat sociale në Shqipëri për të parandaluar, siç e quajti ai, dëshirën e të rinjve për të emigruar. Shqipëria është prekur nga tarifat amerikane të presidentit Donald Trump me 10%. Kjo konfirmohet edhe nga lista e shpërndarë nga Shtëpia e Bardhë, po me 10% është goditur edhe Kosova. Serbia rezulton të jetë shteti më i prekur nga vendimi i presidentit Donald Trump, pasi tarifa tregtare është në masën 37% për të gjitha shkëmbimet. Kjo është një nga masat më të larta të vendosura në listën e gjatë të publikuar nga Shtëpia e Bardhë. Më pas vjen Bosnia-Hercegovina me 35% tarif, përmandrat e importuara në SBA, Maqedonia e Veriut me 33%, ndërsa Mali i Zi shpëtoi me vetëm 10% tarif.
Përveç ndëshkimit monetar dhe tregtar, plani i presidentit amerikan në këtë luftë tregtare po lexohet edhe si përcaktimi i miqve të rinj dhe armiqve të rinj të administratës Trump. Vendosja e tarifave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jetë një tik me dy presa për Shqipërinë. Vendi pritet të preket negativisht në drejtim të eksporteve dhe pozitivisht në ato të importeve. Vendosja e tarifave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jetë një thik me dy presa për Shqipërinë. Vendi pritet të preket negativisht në drejtim të eksporteve dhe pozitivisht në atë të importeve. Më e rëndësishme e parë, domethënë që duhet specifikuar, është ekonomia jonë, është një ekonomi e vogël dhe nuk mund të presim që të ketë shumë peshë në të gjithë këtë ndryshime që do shkaktohen. Por megjithë ekonominë e vogël ndon se larg gjeografikisht, SBA ishin partneri i pestë tregtar i Shqipërisë gjatë vitit të shkuar në drejtim të importeve që kapën vlerën e 20.5 miliard lekëve. Nga ana tjetër, eksportuesit shqiptar çuan gjatë vitit të shkuar drejt Shteteve të Bashkuara mallra me vlerë mbi 7 miliard lekë, duke bërë që vendet përtej Atlantikut të renditeshin në pozicionin e 13 në drejtim të eksporteve. Ndërkohë që efektet më të forta pritet të jepen nga aplikimi i tarifës 20% ndaj vendeve të Bashkimit Evropian. Nëse do të marrim vendet e Bashkimit Evropian që ndikim është Italia dhe Greqia dhe normalisht që mund të ndihet dhe impakti tek ne përderisa kemi dhe goxha marrëdhënie tregtare, sidomos orientimi domethënë i eksportit nga vendi jonë drejt vendeve të tyre që mund të jetë i pari që të jetë më i prekshëm dhe për qytetarët e vendit. Shqipëria ashtu si thuajse çdo shtet tjetër në botë nuk është një ishull i largët e izoluar nga parimet e përgjithshme të funksionimit të ekonomisë. Ndaj, nëse do të dilte humbur në drejtim të eksporteve, kundërta pritet të ndodhë tek importet, nga politika proteksioniste e presidentit Donald Trump që synon të mbrojë interesat e prodhuesve amerikan duke vendosur barriera me shtetet e tjera. Tregjet sot janë braq shumë të lidhura me njëra tjetrën, saqë menjëherë veprohet në tregun tjetër dhe ky disbalancim i kërkesës ofertës menjëherë balancohet në një mënyrë ose tjetër. Në kushtet e një rendi të ri global në drejtim të tregtisë, ekspertët kërkojnë që vendi të zhvillojë një model të ri eksportesh të përqendruar jo vetëm tek ushqimet apo fasoni. Zhvillimi i vendit dhe rritja e prodhimit në vend është diçka strategjike dhe jo në kot që çdo vend prodhon. Vetëm me tregti nuk ecet. Duhet prodhosh diçka, duhet që se edhe luftrat bëhen fundit për asete, pra bëhen fjalë për tokë, bëhet fjalë për burime, për tjera. Nëse ti ke këto burime dhe nuk i shfrytëzon, atëherë për kot po bëhet kjo. Kot po bëhet kjo luftë dhe kot janë këto veprimet e tjera. Shqipëria bashkë me Kosovën dhe Malinezi janë 3 vendet mbi të cilat do të aplikohet vetëm tarifa bazë 10% nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për produktet nga Maqedonia e Veriut, Bosnia Hercegovina dhe Serbia tarifat variojnë nga 33 deri në 37%. Presidenti Amerikan Donald Trump vendosi tarifa tregtare për mbar botën duke konsideruar këtë një ditë çlirimi për ekonominë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ta bëjmë Amerikën sërish të pasur, theksoi kreu i shtëpisë së bardhë, duke njoftuar masën me të cilën synon të vendosë një barazi në shkëmbimet tregtare. Pavarësia ekonomike amerikane nisi me një firmë. To make America wealthy again. Presidenti Donald Trump zyrtarizoi vendosjen e tarifave të paktën 10% për mbar botën, duke filluar zyrtarisht ato që po konsiderohet një luftë tregtare. Në podium mori me vete edhe një listë me vendet më të prekura, duke rënditur në krye Kinën dhe më pas Bashkimin Evropian. Miqtë e mi amerikan, kjo është dita e çlirimit. Kemi pritur për një kohë të gjatë. 2 prilli 2025 do të mbahet mend përgjithmonë si dita kur industria amerikane u rilind. Dita kur fati Amerikës u rikuperua, dhe dita që filluam ta bëjmë Amerikën të pasur përsëri. Për dekada, vendi ynë është plaçkitur, përdhunuar dhe grabitur nga kombet e afërta dhe të largëta. Si punëtorët e qelikut, punëtorët e automobilave, fermerë dhe mjeshtrit e aftë, ata kanë vojtur me të vërtet në ankth, teksa liderët e huaj na kanë vjedhur punët.
Mashtruesit e huaj kanë plaçkitur atë që dikur ka qenë ëndra e bukur amerikane. Ndaj Kinës tarifa është 34%, Bashkimi Evropian preket me 20%, Britania me 10%, Korea e Jugut me 25% dhe Japonia me 24%, ndërsa ka vende të tjera si Kambodja, Madagaskari apo Myanmari që goditen me rreth 50% tarifë tregtare. Me këtë lëvizje Trump synon që t'i detyrojë shtetet e prekura që të negociojnë marrëveshje të reja ekonomike. Ne do të vendosim një dysheme prej 10%. E shikoni këtë listë? Kjo vazhdon edhe me shtetet të tjera, me tarifa që do të ndihmojnë të rindërtojmë ekonominë tonë dhe në parandalimin e vjedhjes. Unë e konsideroj si një masdhësi reciproke, pasi nuk është plotësisht e tillë. Ne u kemi vendosur vetëm gjysmën e asaj që na merret ne. Nëse ata ankohen dhe duan tarifat të jetë zero, atëherë hajde dhe ndërto produktin tënd në këtë Amerikë, pasi nuk do të ketë tarifë. Thirrja ime është kjo: ulni barrierat dhe mos manipuloni monedhën tuaj. Ndërkohë Trump pati vendosur më herët tarifa në masën 25% për të gjitha importet e çelikut dhe aluminit. Gjithashtu caktoi edhe taksën 25% për importimin e automjeteve jo amerikane, por edhe për pjesët e makinave. Një foto e shpërndarë në faqen zyrtare të Kuvendit ku kërkoi vota për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën ka vënë në lëvizje opozitën. Enkelida Libea, i koalicioni Djathtas për Zhvillim, akuzon Kuvendin se po përdoret për fushat nga Partia Socialiste, si dhe njofton denuncim të rastit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe SPAK. Ai kërkon prej dy institucioneve që të hetojnë rastin, por edhe të jenë më aktiv në zbulimin dhe hetimin e krimeve zgjedhore. Kjo foto e publikuar këtë të mërkurë në faqen zyrtare të Kuvendit ka sjellë reagimin e opozitës, ku deputeti Enkelida Libea, i njëherë dhe kandidat i koalicionit opozitar Djathtas për Zhvillim, pohon se institucioni më i lartë në vend po përdoret për fushat në favor të Partisë Socialiste, por vetë institucioni në një reagim për mediat mohoi të jetë përfshirë në fushat dhe shton se është përfaqësues i vullnetit të popullit dhe i të gjitha forcave politike. Sqarojmë opinionin publik se shërbimet e Kuvendit gjatë ushtrimit të detyrave të tyre bazohen në parimet e profesionalizmit dhe panshmërisë. Kuvendi i Shqipërisë garanton opinionin publik se administrata dhe shërbimet, faqja dhe rrjetet sociale të tij nuk janë të përfshirë dhe nuk do të përfshihen në asnjë mënyrë dhe në asnjë formë në fushatën e zgjedhjeve parlamentare. Për mikrofonin e A2CNN, Alibea i shprehet se denoncimi i tij është depozituar tashmë në platformën elektronike të KQZ, por shton se ende nuk ka një reagim nga ky institucion. Ende nuk e kam një përgjigje, pres, në fakt pres dhe diçka tjetër, që jo vetëm unë si deputet, apo dikush tjetër që ka konsultuar faqen e Kuvendit, por mbi të gjitha edhe grupi monitorimit të KQZ-s ngritur disa ditë më parë për të monitoruar rrjetet sociale të kandidatëve, subjekteve dhe institucioneve, ta kenë identifikuar këtë ngjarje të rëndë. Denoncimin Alibea e depozitoi edhe në platformë elektronike të ngritur nga SPAK, por shton se do të bëj edhe kallëzimi përkatës. Ai kërkon prej strukturës së posaçme që të hetojë jo vetëm këtë rast, por çdo krim elektoral. Është një tjetër institucion ai i cili do duhet në fakt që të jetë i dedikuar për identifikimin dhe procedimin e krimeve zgjedhore, kam fjalën këtu për SPAK, i cili do duhet të përdorë të gjitha mjetet proaktive të identifikimit dhe të procedimit madje në kohë reale të krimeve zgjedhore. Dhe kjo do duhet ndodhë sipas mendimit tim tani, që është fushata zgjedhore. Sa më shpejt dhe sa më shumë, aq më mirë. Se kush fshihet pas këtij postimi me natyrë elektorale, Alibea deklaron se nuk është në dieni, por sipas tij, më shumë ka rëndësi fakti se autori. Është e tepër që të komentoj se kush e ka bërë. Faqja zyrtare është e institucionit. A është Elisa Spiropali? A është një drejtor? A është një IT? A është një pjesë e administratës? Kjo pak rëndësi ka. Sipas drejtuesit të koalicionit Djathtas për Zhvillim, Kuvendi nuk është i vetmi institucion që është përdorur për qëllime elektorale, por shton se një pjesë e madhe e administratës po keq përdoret. Ndahet nga jeta Margarita Xhepa, një nga figurat më të shquara të teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Aktoria Margarita Xhepa u shua në moshën 91 vjeçare pasi vuante nga një sëmundje e mushkërive. Në karrierën e saj numëron më shumë se 150 role në teatr dhe 32 në kinematografi.
Një margaritar i skenës teatrale dhe kinematografisë shqiptare largohet nga jeta, por thesari që lë pas në kulturë Margarita Xhepa është një pasuri kombëtare që e bën këtë zonjë të madhe të artit, një margaritar të kulturës. E bukur, e hishme, kujdesshme, modeste dhe një mbështetje e jashtëzakonshme për brezat e rinj të aktorëve. Kështu përshkruhet Margarita Xhepa nga bashkëpunëtorët e saj këto 5 dekada karrierë, por po aq edhe nga artistët e rinj, sot që largohet vetëm fizikisht nga kjo jetë. Shpërblimi më i madh do të thoja janë çmimet, po kryesorja çmimi më i madh është ai syri i spektatorit. Vitin e shkuar më 2 prill, miq dhe dashamirësit, festuam bashkë me të 90 vjetorin e lindjes, duke duar trokitur artisten e madhe, Margarita Xhepa, për interpretimet e saj të shkëlqyera në skenën teatrale, më shumë se 150 të tilla, por po aq edhe karakteret që shënjon në kinematografi, ku emri i saj shënohet me shkronja të arta në 32 filma. Unë kam lindur në Lushnjë në 2 prill 1934. Almi që u thirrë, po jam i shqetësuar dhe pak kënaqur nga djali juaj. Dimri i fundit, tokë e përgjakur, dora e ngrohtë, koncert vitin 36, vitet e pritjes. Janë role që kanë një mesazh, kanë një mendim. Vitet e fundit, aktoria ka qenë e pranishme në ngjarje të rëndësishme kulturore në vend. E si aktore, por po aq edhe si qytetare, nuk harronte mesazhe që e bënin shoqërinë më të mirë. Të parë se gruaja është e bekuar nga Perëndia. Ke fuqi ta vazhdosh ta bësh? Patjetër, sa të kem frym në trup. Artistja Margarita Xhepa do të nderohet më 4 prill me homazhet që mbahen nga ora 10 deri në orën 13 në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, e ndonse pas mesditës do të përcjellet me duar trokitje për në banesën e fundit, Margarita Xhepa do të mbetet margaritari që do të çojë në këmbë edhe për shumë kohë gjithë publikun në teatr, por edhe në sallat e kinemas. Ishte gjithë çka përgatitur për këtë hapësirë informative. Në orën 15:30 jeni me Aurora Sulçe me Adi Business. Ju mund të na ndiqni për zhvillimet më të fundit edhe në adcnn.com dhe në rrjetet sociale. Unë ju përshëndes këtu. Bashkë mirupafshim.